Një debat i ashpër ka ndodhur mes Gjestit dhe Egli Takos dhe shkak është bërë sërish Rozana Radi. Egli tha se kishte pranuar të bënte një lojë me Gjestin me valigje, por Rozana ju ishte bashkuar dhe kjo gjë nuk i kishte pëlqyer banores. Ajo tha se Gjesti dhe Rozana donin të bënin sërish lojë së bashku dhe se donin ta fusnin edhe Eglin mes tyre. Po bën të njëjtën lojë me Rozanën që keni bërë 3 muaj këtu të pandershme. Nuk ua lejoj më. Ta shoh dhe mos ta komentoj. Nuk e bëni dot më atë që bëtë të shkallët dikur haroje. Po ta them në sy, e ke të humbur. Nuk e bën dot më edhe të duash, i tha Egli. Nëse dua të luaj të nxjerr jashtë, i tha Gjesti. Ty të intereson sepse ti do prap të bësh të njëjtën lojë deri ditën e fundit. Nuk ua lejoj. Le të dal unë xhelozja për nënën time në moshë, s'ka problem nëse kjo do të faktorizohet si xhelozi. Unë thjesht po komentoj hipokrizinë e marrëdhënies tuaj këtu brenda. Nuk ua lë më ta bëni, ju kthye sërish Egli.